Përshëndetje të dashur Britqapër dhe mirë se erdhët në Letra Trofej, jam Diana, do bëjmë leximin e radhës për ju. Britqapër, pyetja është e njëjtë. Çfarë po na pret këto ditë të ardhshme apo këtë java që po vjen? Letra e parë, çfarë po vjen, është një i varur. Këtu po vjen një ndalesë, një stop. Mund të jetë një situatë që nuk po lëviz siç do doje. Kërkoj ndjes, një pritje që po zgjatet, ose një moment ku duhet të ndalor dhe të shohësh pak ndryshe. Në fakt, unë shikoj gjithmonë njeriu në varur si duhet të ndryshosh këndvështrim në gjëra, sikur ti menaxhosh në mënyrë tjetër. Pra, gjërat nuk po ecin përpara pavarësisht përpjekjes dhe ndihesh sikur je në vend, që nuk është ashtu. Ose duhet të presësh para se të marrësh një vendim. Kjo nuk është humbje kohe, është moment për të kuptuar apo për të parë gjërat në mënyrë tjetër, të dashur Britqapër. Letra e dytë, ku duhet të kesh kujdes, thotë letra. Mund të jesh duke u kapur fort pas një situate. Sa të shbërë dhe fiksim me një farë mënyrë. Duke u kapur fort, pra, duke mos dashur të ndryshosh, dhe këtu është ajo ndryshimi i këndvështrimit, të dashur kur lidhen njëra me tjetrën letrat. Absolutisht duhet të ndryshoni pak qasje apo mënyrë se si po i mendoni gjërat. Ose duke mbajtur diçka vetëm nga frika e humbjes, aman mos të humbas, do bëj çmos, jam në gjendje të bëj dhe këtë, dhe atë vetëm mos humbas që në fakt do dilni në humbje e jo në fitim. Pra, jo çdo gjë që e mban fort të bën mirë, apo jo çdo gjë që e mban fort është e duhura për ju. Letra numër 3, mundësia që po ju vjen pasqyron këtë letër për ju. Një komunikim i butë, mund të jetë kjo, një afrim nga dikush, ose një ndjenjë që fillon të shfaqet. Që unë e di tani mund të jetë me punë, me dashuri, mund të jetë me shumë gjëra, varet për çfarë shikoni dhe të dashur. Një diçka e bukur, një diçka e mirë, një afrimitet, një diçka sikur punët po fillojnë të lëvizin pak më ndryshe. Shembull që mund të jap konkret, dikush hapet më shumë, vjen një mesazh apo një lëvizje emocionale, ose ndihesh më e lidhur me dikë, apo sikur situata po vete në favorin e juaj. Kjo është mundësia, por kërkon ndjeshmëri që të jeni vërtet aty dhe të qartë për çfarë jeni aty. Do thotë të jeni të sinqertë, si me veten, si me personin apo situatën që i jeni gjendur, të dashur. Letra e 4, çfarë duhet të bëni konkretisht është të mos shmangësh konfliktin kur është i nevojshëm. Në kuptimin, s'po them të vziheni me njerëz, por që të jeni të sinqertë siç thash, ta thoni mendimin e juaj ashtu siç është, siç e mendoni. Të thuash atë që mendon, pra, të vendosësh dhe të vendosësh kufi, që mund të jetë mos i mbaj gjërat brenda, nëse diçka nuk shkon, thuaje, më mirë se ta mbash dhe ta bluash brenda, mos lejo që të shtyn në situata që nuk i do. Për shumë të nxjerrin nga vetja, të thuash diçka më tepër, të japësh ndonjë gjë që nuk do të donin ta dinin të tjerët. Gjëra që janë 1.000.000 arsye, por që jo të dinin nga vetja. Ndonjëherë qartësia vjen vetëm përmes përballjes. Dhe kjo përballje duhet të jeni super të sinqertë. Këshilla finale nga letra Oracle tregon një situatë që po ndryshon ose një largim që mund të ndodhë, dhe që në thelb është pastrim. Kujdes, mos e mbaj me zor atë që po largohet. Situat apo person. Pra, këto ditë të dashur Britqapër, janë për të ndaluar dhe për të parë qartë. Ku je i apo e bllokuar, çfarë po mban me zor, çfarë është duke të mbajtur dhe çfarë të duhet të thuash hapur. Jo çdo gjë zgjidhet duke duruar ndonjëherë. Ndonjëherë është duhet e domosdoshme, mund të jetë një përballje apo thjesht një sinqeritet i jotit, ta thoni atë çfarë mendoni. Besoni që do jeni edhe më mirë dhe do ndjeni shumë dhe më lehtë.